Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po japim edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Sot mbledhja e Këshillit Bashkiak filloi 30 minuta me vonesë për shkak të mungesës së shumicës së këshilltarëve. Mungesa e këshilltarëve është veprim që po përsëritet në këto mbledhje të Këshillit Bashkiak. Këshilltarët e pranishëm miratuan pikat e rendit të ditës. Sot u mbajt mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak, e cila ishte planifikuar të niste në orën 10. Mbledhja filloi 30 minuta me vonesë për shkak të mungesës së shumicës së këshilltarëve, të cilët edhe pse ishin njoftuar nuk u paraqitën. Pas telefonatave të kryetarit të Këshillit Bashkiak apo sekretarit të Këshillit Bashkiak, erdhën 2-3 këshilltarë sa për të plotësuar numrin për korum. Mungesa e këshilltarëve në Këshillin Bashkiak është një veprim i përsëritur, ndërkohë që janë zgjedhur me votën e qytetarëve lushnjar për t'i përfaqësuar edhe për të ngritur problemet reale që shqetësojnë komunitetin, dhe paguhen po nga taksat e qytetarëve lushnjar. Mbledhja pasi u plotësua numri nevojshëm vijoi sipas rendit të ditës. Diskutimet u përqendruan tek privatizimi i klubit të futbollit Lushnja, ku kryetaria e bashkisë Riselda Sefa kërkoi të ulej 20% e vlerës fillestare, pasi nuk ka ardhur asnjë ofertë për privatizimin e tij. Gjithashtu u parashtrua mundësia që bashkia Lushnjë të kishte një përqindje të klubit të futbollit Lushnja. Sipas procedurës, sipas ligjit ne duhet të paraqesim në Këshill Bashkiak për ulje 20% të vlerës dhe shpalljen e ankallit përsëri. Kryetari i grupit të këshilltarëve të opozitës Klement Çela u shpreh se mungon analiza se ku është problemi që nuk ka oferta, çfarë çalon te klubi i futbollit. Por gjithashtu, nga këshilltari Ervin Sina u theksua edhe ana pozitive e klubit të futbollit. Nga 68 lojtarë më parë, sot ka 3 fish. Mendoj se duhet ripar gjëja, se nuk besoj se do ketë ndonjë ndryshim. Ai që s'ka qenë interesuar me 140, nuk besoj se i shfaq në interes të madh ta marrë me 110. Mos ndoshta duhet parë me gjë tjetër, mos ndoshta duhet ripar pjesa e aksioneve, sepse me 100% të aksioneve ndoshta i trëm shumë biznesmen, por edhe vetë ekipi ton ndoshta i bën keq, sepse e kam përmendur edhe herë tjerë, mbase na çon historira si shumë klube të tjera që janë privatizuar dhe kanë shkuar në gradën e fundit. Unë mendoj se duhet riparë edhe një herë kjo. Nuk besoj se është problemi vlera totale me cilën është nxjerrë në ankan klubi. Mendoj se duhet tjetë tjetër punë problemi. Duhet një garanci, sepse kur mban përqindje shteti nuk rrezikon që ai nesër të shpallë procesin e falimentit dhe që ne duhet ta ngrem nga fillimi. Por ligji parashikon që ne duhet bëjmë shitje 100% aksione. Nëse edhe mbas këtij 20% që ulje nuk do të ketë kërkesa, atëherë ne do të sillim një propozim mbas se duhet bëjmë me përqindje një pjesë të aksioneve t'ja u propozojmë ta mbajë bashkia dhe një pjesë ta marrë privati, duke qenë se dhe persona të cilët kanë qenë të interesuar në mënyrë informale këtë pyetje kanë bërë. Unë jam shumë dakord me Geli, mund të ishte një opsion, edhe unë çu e kam menduar që mund të ishte një opsion, me thënë drejtën, mbajtja një pjesë të aksioneve, edhe qoftë edhe si garanci, por edhe po themi si joshje, karshi investitorëve që mund të vinë, po me thonë të drejtën, me të shkuptoj unë nga gjithë kjo situatë në futbollin shqiptar, problemi më i madh është ligji për sponsorizimin. Pa u miratuar ligji për sponsorizimin, do vazhdojmë të avakademi, do bëjmë propozime si ky i Kelit që qëndron në një farë mënyrë edhe po të zbërësësh pak buxhetin financiar që ne harxojmë nga 400 në 200, po themi 51 me 49%, aty mund të shkojmë prapë, unë mendoj që do kemi probleme me shitjen e aksioneve. Sepse realisht ai që joshet për të marrë aksione në një klub futbolli ose në një sport tjetër në vendin tonë, natyrisht do të vi ta shohë në dy plane. Në planin e biznesit, po edhe të ndihmës që ai merr në aspektin ndihmës fiskale që ai merr për shpenzimin që bën në sport. Ne ligji për sponsorizimin nuk e kemi të miratuar dhe për sa kohë do të jetë kështu, do vazhdojmë vuajmë. Dhe për fat keq do vazhdojmë vuajmë edhe ne, edhe Lushnja që ka një ambient sportiv vërtet shumë të shëndetshëm për vërtetës. Mbyllet minimatura. 594 nxënësit e klasave të nënta të bashkisë Lushnjë ju nënshtruan provimit të fundit, atij të gjuhës së huaj. Sot nxënësit e klasave të nënta, 594 nxënës të bashkisë Lushnjë zhvilluan provimin e fundit atë të gjuhës së huaj. Provimi nisi në orën 10 dhe gjuhët e huaja që u dhanë si provimi detyruar ishin anglisht, frëngjisht, italisht dhe gjermanisht. Gjithashtu nxënësit e pakicave kombëtare vlerësohen edhe në lëndët gjuhë e huaj.
Ndërsa nxënësit me aftësi të kufizuar që ndjekin shkollat e zakonshme, i zhvillojnë provimet kombëtare të arsimit bazë, sipas përcaktimeve në rregulloren për zhvillimin e provimeve kombëtare të arsimit bazë. Provimi zgjati rreth 2 orë 30 minuta dhe nxënësit u paraqitën 1 orë para tij në 8 qendrat e testimit, në shkollat 4 dëshmorët, Fotopuka, Skënder Libohova, Kongresi i Lushnjës, Fiershegan, SHMB Kolonj, Dushk dhe Krutje e Sipërme. Ndërkohë sot, rreth 28.000 nxënës në vend ju nënshtruan provimit të gjuhës së huaj në 340 qendra që u administruan dhe u monitoruan nga stafet të kualifikuara të institucioneve arsimore. Brenda muajit qershor, nxënësit e klasave të 9-ta ju nënshtruan provimeve kombëtare në gjuhë shqipe në 19 qershor, matematik 25 qershor dhe sot gjuhë e huaj 30 qershor. Provimet shënojnë fazë të rëndësishme në formimin e nxënësve ndërsa ata përgatiten të nisin studimet e nivelit të dytë. Nis rinumërimi i kutive të votimit për qarkun Fier. Adriatik Lapaj kërkon një mandat të vështirë nga Partia Socialiste, ndërkohë Zeqenet Çaushi fiton vota dhe ruan mandatin. Sot ka nisur rinumërimi i votave për qarkun e Fierit pas përfundimit të procesit të rinumërimit për qarkun Tiranë. Qarku Fier është një nga zonat zgjedhore më të mëdha në vend që përfaqësohet me 16 deputet në Kuvendin e Ri të Shqipërisë. Rinumërimi po zhvillohet në ambientet e Pallatit të Sportit Faria Hoti në Tiranë. 587 kuti votimi janë hapur për të verifikuar saktësinë e rezultateve të zgjedhjeve të 11 maj të shpallura më parë. Kërkesa për rinumërim është bërë nga koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet, i drejtuar nga Adriatik Lapaj, i cili pretendon të marrë një mandat shtesë në këtë qark. Nëse rezultati përmbyset, kandidati Azmer Dulevic i Shqipëria Bëhet pritet të zerë vendin në kuvend duke zëvendësuar socialistin Ramion Kurti. Nga të dhënat e para të rinumërimit ka pasur edhe lëvizje në numër votash mes kandidatëve të tjerë. Zeqenet Çaushi kishte vota më shumë se Maldrita Bardho pas 11 majit. Rinumërimi në Fier do të vazhdojë dhe në ditët në vijim dhe rezultati përfundimtar mund të ndikojë në ekuilibrin e forcave në kuvend. Vodhën një natë më parë 4 motomjete elektrike dhe sende të tjera në një biznes në Savër. Policia arreston njërin prej autorëve dhe shpall në kërkim autorin tjetër. Një person ka rënë në pranga dhe një tjetër është shpallur në kërkim nga policia në Lushnjë, pasi dyshohen se një natë më parë vodhën 4 motomjete elektrike dhe sende të tjera në një biznes në Savër. Sipas informacionit të policisë, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë pas kallëzimit nga shtetasi IS-se në biznesin e tij në lagjen Savër, i kishin vjedhur sende të ndryshme gjatë natës, kanë organizuar menjëherë punën për zbardhjen e vjedhjes dhe identifikimin e autorëve. Si rezultat i veprimeve të shpejta hetimore bazuar dhe në informacionet e marra në rrugë operative, është bërë mundur identifikimi i autorëve. Në vijim të veprimeve operacionale u bë mundur kapja e njërit prej tyre, shtetasi TP 38 vjeç, banues në Pirr, si dhe u shpall në kërkim bashkëpunëtori i tij, shtetasi OD 34 vjeç, banues në Lushnjë. Po punohet për kapjen dhe vënien para përgjegjësisë ligjore të 34 vjeçarit. Vijojnë hetimet për zbardhjen e vjedhjeve të tjera që mund të kenë kryer këta shtetas. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme. Zjarret vazhdojnë në qarkun e Fierit, qarku me rrezikun më të lartë për zjarre. Në kodrat me ullishte të fshatit të Rërës të bashkisë Patos u doq një sipërfaqe e konsiderueshme me ullinj dhe shkurre. Zjarfiksit po vënë nën kontroll zjarrin. Zjarret vazhdojnë në qarkun e Fierit. Në kodrat me ullishte të fshatit Rërës të bashkisë Patos, vatrat e zjarrit të favorizuara nga era u përhapën me shpejtësi duke djegur një sipërfaqe të konsiderueshme me ullinj dhe shkurre. Në vendngjarje shkuan shërbimet zjarfikse të Patosit, Roskovecit, Lushnjës e Alpetrolit, të cilët operuan me mjete të vogla zjarfikse për shkak të terrenit të vështirë që pamundëson ndërhyrjen e mjeteve të mëdha. Flakët ju afruan edhe banesave, një kabinë elektrike dhe depozitave të vjetra të naftës. Situata mbetet e vështirë për të vënë në kontroll. Ra poshtë afër depove të naftës edhe u gjit lart për në fshat. Për fshatin Rrës. Ka bërë shumë dëme në ullishte, në pemtari. A rrezikojnë banesa? Se shohim që ka banesa? Jo, banesa jo, sepse kanë ndërhyrë zjarfikset. Banesa nuk rrezikojnë. Atje ku rrezikojnë ndërhyri zjarfiksja, është gabina elektrike dhe këtu akoma nuk rrezikojnë banesat. Deri tani. Ka ndërhyrje, por duhet
punë më e madhe. Zjarr ra edhe në Vanaj të Fierit. Zjarrfikset e Lushnjës shkuan në ndihmë të zjarrfiksve të Fierit për të shuar flakët që përhapeshin me shpejtësi nga era dhe që dogji ullishte dhe pemtore. Sipas informacioneve paraprake, vatrat e zjarrit erdhën si pasojë e djegjes së barit të thatë nga fermerët që u doli jashtë kontrollit. Ministria e Mbrojtjes çdo ditë raporton situatën e zjarreve në vend. Qarku i Fierit, i cili është edhe me rrezikshmëri më të lartë për zjarre si qarqet e tjera, pothuajse çdo ditë po digjet nga zjarret që në shumicën e rasteve janë të vëna nga fermerët që nuk arrin dot t'i kontrollojnë. Plani operacional i koduar Koordinata arreston në flagrancë 55 vjeçarin nga Mallakastra pasi kishte kultivuar bimë narkotike buzëllumit Vjosa. Gjithashtu policia e Fierit, Lushnjës dhe Divjakës procedojnë penalisht 5 shtetas për vepra të ndryshme penale. Plani operacional i koduar Koordinata ka arrestuar në flagrancë shtetasin AZ 55 vjeç, banues në fshatin Kut në Mallakastër, pasi kishte kultivuar bimë narkotike buzëllumit Vjosa. Procedohet për shpërdorim detyre dhe kryeplaku i fshatit Kut, ku u gjetën 30 bimë narkotike cannabis sativa. Bimët narkotike asgjësohen nëpërmjet djegjes. Gjithashtu, policia e Fierit arreston në flagrancë shtetasit AH 32 vjeç banues në Patos, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj babait të tij. Shtetasin ajo 36 vjeç banues në Fier, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes së tij. Kurse policia e Lushnjës ka referuar materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit LSH 36 vjeç banues në fshatin Hyzgjokaj, pasi dyshohet se ka shqetësuar nëpërmjet thirrjeve telefonike një shtetas 62 vjeçar. ML 52 vjeç gjithashtu është arrestuar banues në Lushnjë, pasi dyshohet se me vetgjyqësi ka mbyllur banesën e një 60 vjeçari sepse pretendon se është pronë e tij. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Divjak referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit ESH 20 vjeç, banues në fshatin Shën e Premte, pasi dyshohet se për motive të dobta ka dëmtuar automjetin e një shtetasi 26 vjeç. SK 70 vjeç, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj mbesës së tij. Në stacionin e policisë Roskovec ka kallëzuar shtetasi SA 66 vjeç se më datë 26/6/2025 është larguar nga banesa nëna e tij shtetasja HA 88 vjeçe, e cila vuan nga probleme të shëndetit mendor, po punohet për gjetjen e kësaj shtetaseje. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme. Protestat antiqeveritare që kërkojnë zgjedhje të parakohshme në Serbi vazhdojnë nga qytetarët që ju janë bashkuar studentëve. Protestat antiqeveritare kanë tronditur Serbinë. Mira protestues antiqeveritar bllokuan orët e para të ditës së sotme rrugët në disa qytete serbe duke vendosur barrikada dhe kërkuan lirimin e protestuesve të cilët u ndaluan nga policia. Ka nisur heqja e barrikadave dhe normalizimi i trafikut në Serbi, ndërsa protestat po rrisin presionin ndaj presidentit Aleksandar Vučić. Protestuesit së bashku me studentët vendosën barrikada metalike dhe kosha mbeturinash në rrugët e Beogradit dhe bllokuan urën Gazela që gjendet mbi lumin Sava. Në Novi tubuesit rrethuan zyrat e Partisë Progresive Serbe të Vučićit, duke goditur ndërtesën me vezë. Sipas REL, gjatë protestës në Beograd më herët është shpalosur dhe një flamur me hartën e Kosovës në ngjyrat e flamurit të Serbisë me mbishkrimin "Nuk ka dorëzim". Në 30 pika të Beogradit u ngritën barrikada, e njëjta gjë ka ndodhur dhe në të paktën 22 qytete të tjera serbe. Indinjata popullore ka shpërthyer pasi zyrtarët policor nisën të ndalonin pjesëmarrësit në tubimin masiv që u mbajt në Beograd më 28 qershor. Vučić deklaroi se agjencitë e zbatimit të ligjit pritet që të kryejnë shumë më tepër arrestime. Turmat antiqeveritare u rikthyen në rrugë mbrëmjen e 29 qershorit duke kërkuar lirimin e 10 personave të ndaluar në natën e parë të protestës. Në 8 muajt e fundit, mira serb, shpesh të udhëhequr nga grupe studentore, të cilëve gjithnjë më shumë po u bashkohen qytetarë të tjerë, kanë protestuar kundër Vučićit dhe qeverisë së tij. Në fundjavë protestuesit ju rikthyen kërkesës për zgjedhje të parakohshme. Zgjedhjet parlamentare në Serbi pritet të mbahen në fund të vitit të ardhshëm, ndërsa mandati 5 vjeçar i Vučićit pritet të përfundojë në 2027. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë, mirupafshim.